Zemra e botës. Historia e përjetshme e Qabes. Ka një vend në tokë ku zemrat ndalojnë së rrahuri për një çast, ku lotët bien pa leje, ku njeriu, pavarësisht gjuhës, ngjyrës, historisë, gjunjëzohet. Ka një vend që ekziston para historisë që njohim, para shkrimit, para kujtesës njerëzore. Dhe miliona njerëz çdo ditë kthejnë fytyrën drejt tij, 5 herë në ditë, çdo ditë, gjithë javën. Ky vend quhet Qabja, dhe kjo është historia e saj. Kur Allahu krijoi tokën, vendi i parë që doli nga ujërat ishte ky, një kodrinë e vogël, një tokë e shenjtë, një pikë qendre e universit të njerëzimit. Pastaj erdhi Ademi, i pari i njerëzve, dhe ai ndërtoi mbi atë pikë të shenjtë. Lutjet e tij u ngritën nga ky vend. Hapi i pari i njerëzimit të drejt Zotit u hodh këtu. Por koha kaloi, përmbytjet erdhën, civilizatat u ngritën dhe u rrëzuan, dhe ajo ndërtesë e parë u fshi nga faqja e tokës, sikur toka përuante sekretin e saj, duke pritur njeriun e duhur. Kur Allahu i foli Ibrahimit, një burr i moshuar, me zemër të pastër si ari, me besim të pashembullt: shko, çoje familjen tënde në një lugin pa ujë, pa bim, pa jetë. Ibrahimi nuk pyeti pse. Mori Haxherin dhe djalin e vogël Ismail, një foshnjë ende në gji, dhe u thoi ditë të tëra në përshkret të tir, derisa arriti në një lugin të rrethuar nga male, ku dielli diqte pa mëshirë dhe era sillte vetëm rër. E la atje, e la gruan e tij, e la fëmijën e tij, dhe u kthye. Haxheria e pyeti: Ibrahim, ku po shkon? Na lë këtu ku nuk ka asgjë? Ai u kthye. Lotët i rridhnin, por nuk u kthye. Ata urdhëroi Allahu këtë? Pyeti ajo. Po, tha ai. Dhe Haxheria u qetësua. Atëherë, ai nuk do të na braktis. Pas disa ditësh uji u mbarua. Foshnja Ismail qante. Haxheria vrapoi me skodrave Safa dhe Merva, 7 herë, duke kërkuar ujë, duke kërkuar shpëtim, duke kërkuar mëshirë. Dhe mëshira erdhi. Nën këmbët e voglat e Ismailit gurgulloi ujë, Zemzemi, burimi që rri edhe ende sot, mijëra vjet më vonë. Ai ujë që njeriu e merr në shishe dhe e çon deri në anët më të largëta të botës, si Thesar. Dhe aty, rreth atij burimi, filluan të mblidhen njerëzit. Aty ku nuk ishte asgjë, lindi një qytet. Vitet kaluan. Ismaili u rrit, i fortë, besnik si babai. Dhe një ditë, Ibrahimi u kthye, jo si vizitor, por si ndërtues. Allahu i kishte treguar, kishte ardhur koha për të ndërtuar shtëpinë e Zotit mbi tokë. Bab dhe bir, krah për krah, Ibrahimi ngrinte gurët, Ismaili i jepte. Duart e tyre kalonin argila dhe gur, por zemrat e tyre ishin diku tjetër, të ngritura drejt qiellit, plot lutje. O Zoti ynë, pranoje prej nesh. Gur mbi gur, shtres mbi shtres, drita e mëngjesit, nxehtësia e mesditës, freskia e mbrëmjes. Ata ndërtuan, dhe Qabja u ngrit, 4 këndësh, e thjesht, pa stolisje, pa madhështi arkitekturore njerëzore. Por madhështia e saj nuk ishte në gur, ishte në atë që ata gur përfaqësonin. Shtëpia e Allahut mbi tokë. Ibrahimi ngriti duart dhe bëri një lutje, lutja që jehon ende sot. O Zoti ynë, bëje këtë qytet të sigurt, furnizo banorët e tij me fruta. O Zoti ynë, pranoje prej nesh, ti je dëgjuesi i gjithdijshmi. Pastaj u ngjit mbi një gur dhe thirri, me një zë që nuk ishte vetëm i tij, që nuk ishte si ta dëgjonin të gjithë me vesh. O njerëz, Allahu ju thëret në haxh, ejani, dhe shpirtrat e të gjithë atyre që do të vinin, nga e para deri tek e fundit, u përgjigjen. Të përgjigjemi, o Allah, të përgjigjemi. Shekujt kaluan, dhe njerëzit
si që bëjnë gjithmonë, harruan. Qabja, shtëpia e Allahut, unë vush me idhuj, 360 idhuj, një për çdo ditë e vitit thonin. Tempulli i pastërtisë që u kthye në muze të zotave të rrem. Meka u bë qendër tregtie, qendër pushteti, qendër e krenarisë fisnore, por jo qendër e besimit. Qabja ende qëndronte. Duart e Ibrahimit kishin ndërtuar shumë mirë. Lindi në Mekë, jetim, i varfër, pa pushtet. Por kishte diçka në sytë e tij që njerëzit e shihnin dhe heshtnin. Diçka në fjalët e tij që binte si shi mbi tokë të thatë. Muhammed ibn Abdullahi alayhi salam, profeti i fundit, vula e profetëve. Ai u rritë duke shikuar Qaben çdo ditë. Ai e njihte çdo gur të saj dhe e dinte se ajo nuk duhej të ishte ç'kishte bërë njeriu. Por para çlirimit të Mekës erdhi sprova. Muslimanët u dëbuan nga qyteti i tyre. Profeti alayhi salam u largua natën, duke parë për herë të fundit Mekën nga lart, me lot në sy. Pasha Allahun, ti je toka më e mire e Allahut dhe vendi më i dashur i Allahut për mua. Sikur të mos më nxirrnin prej teje, nuk do të lëshoja kurrë. Për 8 vjet, largësia nga Qabja ishte plagë e hapur. 10.000 musliman marshuan drejt Mekës, jo me urrëtie, jo me etje gjaku, por me qetësinë e atij që di se po shkon shtëpi. Profeti alayhi salam hyri në Mekë me kokën e ulur, mbi teve, duke recituar: erdhi e vërteta dhe u zhduke kota. E kota ka qenë gjithmonë e destinuar të zhduket, Sura Isra 81. Dhe hyri në Qabe. Çdo idhull u rrëzua me shkopin e tij, pa gjakderdhje, pa triumf njerëzor. Rrëzuan idhujt dhe thanë: Allahu është i madh, dhe Qabja, për herë të parë pas shekujsh, mori frymë lirë. Profeti alayhi salam hyri brenda, fali namazin, pastaj doli dhe qëndroi te porta e Qabes. Meka e kishte mundur, e kishte dëbuar, e kishte lënduar. Por ai shikoi njerëzit e mbledhur dhe tha vetëm: shkoni, jeni të lirë. Falja e plot, pa kushte, pa hakmarrje. Ndoshta asnjë moment në histori nuk i ngjan më shumë emrit falsi të madh se ky. 15 shekuj kanë kaluar. Qabja është rindërtuar disa herë, nga përmbytjet, nga zjarret, nga dëmtimet, por asnjëherë nuk është zhvendosur. Asnjëherë nuk është braktisur, asnjëherë nuk është harruar. Sot, rreth saj është ndërtuar një nga komplekset më të mëdha arkitekturore në botë, Mesjid al-Haram, xhamia e shenjtë, që pret mbi 2 milion njerëz njëkohësisht. Njerëzit vinë me avion, me makinë, me anije, nga çdo cep i tokës. Por Qabja vet, ajo mbetet e thjeshtë. 4 këndësh, e mbuluar me mbulesën e zezë të qëndisur me ar, e lartë 13 metra. Dhe me gjithë këtë, askush nuk e shikon pa u dridhur. Çdo vit, mbi 3 milion njerëz mblidhen nga e gjithë bota për haxhin, rituali i fundit i Ibrahimit, i ruajtur i paprekur prej mijëra vjetësh. Ata vinë me rroba të bardha, pa dallim pasurie, komësie, ngjyre. Mbreti dhe i varfri, njësoj, krah për krah, një zëri. Të përgjigjemi o Allah, të përgjigjemi. E njëjta thirrje që bëri Ibrahimi mbi atë gur mijëra vjet më parë, e njëjta thirrje, i njëjti vend, i njëjti Zot. Dhe çdo ditë, miliona njerëz në çdo cep të botës kthejnë fytyrën drejt saj. 5 herë në ditë, bota ndalon dhe kthehet drejt Mekës, drejt asaj ndërtese të vogël, të thjeshtë, 4-këndshme. Ndërtesës që e ndërtuan duart e një njeriu me zemër të pastër dhe besim të paluhatshëm, Ibrahimi, miku i Allahut. Nëse do të fluturoje lart mbi tokë dhe do të shikoje poshtë, do të shije miliarda njerëz të kthyer drejt një pike, si valë të oqeanit njerëzor që rrjedhin drejt një qendre, si zemra e botës që rre. Dhe ajo pikë qendrore, ajo zemër, është Qabja. Ka njerëz që kanë shkuar atje dhe nuk mund ta shpjegojnë dot çfarë ndjejnë, sepse Qabja nuk është vetëm ndërtesë, është premtim. Premtimi i Ibrahimit të mbajtur, premtimi i Allahut të plotësuar. Është kujtesë se njeriu nuk është i vetëm në këtë botë, se ka një pikë qendrore, një drejtim, një shtëpi shpirtërore. Është thirrje e njëjtë me mijëra vjet.
e njëjtë në çdo gjuhë. Ejani, kthehu, jeni të mirëpritur të gjithë, dhe ajo thirrje ende jehon. Mbi shkretëtirat e Arabisë, mbi oqeanet, mbi malet, mbi qytetet e zhurmshme, deri tek zemra jote, kudo që je tani, të përgjigjemi o Allah, të përgjigjemi.